Ky sezon nuk ka ardhur i mbar për fermerët e Drenovës, një ndër zonat më të njohura për kultivimin e qershisë në Mallakastër. Ata ngren shqetësimin e rënies së ndjeshme të prodhimit dhe tharjes së pemëve, teksa theksojnë se ndodhen në një situatë për të tretin vit radhazi. Sipas tyre, prodhimi është shumë i dobët për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në dëmtimin e kulturës, duke bërë që nga një burim kryesor të ardhurash për banorët, qershia të kthehet në një kulturë gjithnjë e më pak fitimprurse. Prodhimi është shumë i dobët. Vjallë në faktori kohës i kapi një i ftohtë gjatë lullëzimit, edhe si që shikoni gjendja është shumë e dobët. Ne nga vitet e tjera kemi qenë shumë mirë. Kemi pas shumë mirë. Mund të ndikojë edhe faktori kohës që është ngrohur, na klima, na ngroja globale, çfarë do themi. Prodhimi si vjet nuk është aq i mirë. Po bën viti tretë që vjen sapo vjen po degradon nga kuptimi nga natyra, nga klima. Si fildane po thahen, zëmësojnë me pariqe ulliri tash, sepse e dyta dhe shpopullimi i moshës të re që është, një pjesë e atyre kanë ikur para kohë, një pjesë janë larguar dhe kanë ngelur shumë pak. Qershia si kulturë të zona jonë e përgjithshme mund të ngelur rreth 30%. Se në kohën e sistemit, që u kthye sistemi, në qoftë se kishim 200 hektar, u mbollën 700. Por në këto 700 që mund të ketë ngelur, 20 hektar mund mos ketë ngelur. Edhe këto që janë të shpërbera. Banorët pohojnë gjithashtu se përveç klimës së paqëndrueshme, me ngrica në kohën e lullëzimit të pasuara nga temperaturat të larta, edhe kostot e papërballueshme të mirëmbajtjes kanë rënduar edhe më shumë situatën. Plus klimës, ka rënë dhe insekti e gjitha ato dhe sidomos klima njërë ka qenë e ftohtë dhe qershia nuk do ftohtë kur qelë. Sidomos erë dhe shi këto si pranondot. Dhe është i dobët. Shumë pak ka, do më thënë si avlen edhe që të bërë dhe shmërë atyre. Ata që janë marrë të kjo mbaj shpresat se kanë hedhur punë e pleja, do 2 herë të punësh qershin. Në rrasë do thash qershi. Ja të marrë të qesë. Qershit janë dhe degradimit me ndryshimin e klimës. Nuk duan shumë vapë qershit kotë nxehtë, e duan të freskët gjithmonë. Përballë kësaj situate, ata kanë pohuar se nëse prodhimi do të vijojë me këto ritme, Drenova rrezikon të humbas traditën e saj të njohur në kultivimin e qershisë.